Ja kush i shkakton flokët e thinjura. Në qoftë se mendoni se keni flokë të thinjura nga stresi që keni në punë, në familje apo në lidhje, mund të keni të drejtë. Shkencëtarët kanë gjetur se stresi u bën flokët ngjyrë hiri. Le të themi si të aktorit George Clooney. Është thonë se të thinjurat janë një proces i pashmangshëm gjenetik që trashëgohet në familje. Megjithatë, shkencëtarët kanë gjetur se kur trupi është nën stres, siç mund të jetë nga ndonjë sëmundje apo nga ndonjë ngjarje madhore, një gjë e tillë ka një efekt të dyfisht. Ashtu siç ndodh me përgjigjet e sistemit ton imunitar, një gjë e tillë gjithashtu e nxit ndryshimin në qelizat e flokëve, të cilat prodhojnë ngjyrën.